çmimit, ka një logjikë ekonomike? Armela, një paratesë shkurtë, logjika ekonomike shpeshherë në Shqipëri nuk e jo domosdoshmërisht parashikon të qartë të ardhmen apo ajo që thash më herët, po. Fenomen dhe kjo është, domethënë për ta thënë se mund ta kemi diskutuar edhe para disa vitesh këtë që tregu imobiliar duhet që të frenohet dhe që duhet të ishin në rëndin të vërtet ka ndodhur krejt e kundërta. Ajo që unë sot shoh është fakti, domethënë është një fenomen. Aspekti i parë që përmendë procesi domethënë aspektin e drejtësisë, që deri tani domethënë nga ato emra pak emra të një le të themi të një nisme apo të një çështje në SPA ka bërë bllokimin e 500 apo 600 apartamenteve. Ajo që vjen re gjithmonë duke studiuar nëse do marrim në konsiderat krizat financiare apo krizat imobiliare të vendeve të tjera, ka ndodhur që për të krijuar një krizë apo për të krijuar një fluks imobiliare duhet që të keni bllokim deri në 20% të stokut të apartamenteve. Në fakt e përmenda pak më parë, ne shesim 30 deri 35.000 apartamente transaksione në vit, janë bllokuar diku ke 600, duhet që të shkojmë tek 6.000 që le të themi të fillojë të kalojmë në një krizë apo në një fluks. Dhe kjo është aspekti i parë që do të thonë ndoshta nuk ka filluar fenomeni i stagnacionit dhe lidhet pikërisht edhe me pjesën e ndërhyrjeve të drejtësisë, sepse shumë prej agjentëve imobiliar tregojnë që është e vështirë të shesë sot një apartament në ndërtim e sipër. Pra ka një frenim gati në bllokim të kërkesës për sa i përket shitjes së apartamenteve në Europë. Ndërkohë që shumica atyre që duan të blejnë një apartament kanë tendencë që të kërkojnë apartamente të përfunduara apo me hipotekë. Kjo është aspekti i parë dhe ka le të themi një ndryshim të kërkesës për sa i përket apartamenteve. Pra nëse në të kaluarën tendencë qytetarëve ishte që të investonin në blerjen e një apartamenti në ndërtim e sipër apo që në fillesat e para të zbardhjes së lehtë me qëllim që edhe blerësi i apartamenti kthehej në një mini investitor, pra investonte në atë të vetën në blerjen e këtij apartamenti dhe vlera e tij pritet që të shtojë në kohë. Sot nuk po ndodh më ky fenomen. Kjo është aspekti i parë që pse kemi domethënë që po ndodh një stagnacion. Dhe kjo është ajo që duhet parë është që çfarë do ndodhë, domethënë çfarë efektesh do ketë ky stagnacion. Pra nuk do ketë më rritje të çmimeve, apo do fillojë dhe reduktimi i çmimeve. Kjo ngelet për tu parë. Sipas arsyetimit tim, nëse kjo 600 apartamente që përmenda do vazhdojë, do zgjerohet, pra le të themi drejtësia apo faktorët e tjerë egzogen do frenojnë, le të themi disi këtë fenomenin ndërtim që ka një impakt shumë të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, se flasim mbi 10% të prodhimit përgjithshëm bruto, kështu që është një sektor shumë i rëndësishëm dhe nuk e urojmë që ky sektor të kalojë në një fluks në kolaps apo të frenohet për të mirën e ekonomisë së vendit, por që uroj që të frenohet sadopak deri diku për të stabilizuar çmimet apo për të kthyer çmimet tek realiteti, sepse duket sikur janë të hiperinflacionuar në shumë aspekte. Ka përshtypjen që në logjika më thonë që duhet që të ketë një frenim të çmimeve dhe avash, sidomos në zona periferike apo sidomos në ndërtimet e vjetra, të ketë një rënje të çmimeve. Por kjo ngelet për tu parë, thash edhe një herë që logjika ekonomike në Shqipëri zakonisht nuk funksionon në shumë sektor përfshirë këtu sektorin e ndërtimit. Po kjo se po e lidh njërën me tjetrën, edhe sepse pashmangshmërisht njëra lidhet me tjetrën. Po kjo e çmimeve kaq të larta të qirave. Shiko, për parantezë, mua më kujtohet shumë mirë dhe këtu po krahasoj goxha vite më herët. Pra, më kujtohet që në periudhën që ne kemi qenë student, po themi, ndoshta nuk mund të merret si vlerë, sepse të dhënat ekonomike në atë kohë kanë qenë tjetër gjë etj, po historikisht kjo periudha e verës ka qenë e kundërta, ka qenë periudha kur çmimet e qirave në Tiranë binin për shumë arsye, largimit të rinjve, studentëve etj e kështu me radhë. Me sa duket kjo logjik nuk funksionon më për ato arsye që ti the. A mund të jetë një rritje e përkohshme kjo? Mund të jenë këto çmime të përkohshme tek qirat, po fokusohem tani, ë? Shiko, qirat sot në Tiranë funksionojnë, apo le të themi, kërkesa për apartamente me qira varet nga 3 faktorë kryesor. Faktori student, pra Tirana janë përqendruar universitetet kryesore në Shqipëri dhe të rinj, tendenca të rinjve është që të përqendrohen në Tiranë dhe kjo është logjika që ti përmende me të drejtë në të kaluarën. Aspekti i dytë është për familjet e reja që nuk kanë një apartament në pronësi dhe tendenca është që të shkojnë të ndërtojnë jetesën e tyre duke jetuar në një apartament me qira, pra faktori për të marrë një shtëpi, për